Po, zëdhënësën e KRU Prishtina. Mirë mëngjes Arjeta. Fillimisht, kemi kuptuar që po vazhdoni me shkyqit, po në kisha dalë të një problem që pashtë edhe vetë kështë shpërthujer ujë në rrugë tek Lakrishtja dhe Dardania. Edhe kjo po besoj ka ndikuar që në këto lagje të ketë probleme me furnizim e ujë. Po, dje kemi pas një defekt papritur në sistemi publik të ujësjellësit në bulevardin Bill Clinton, në afërsi të lagjes Lakrishte. Dhe ekipet pas një kohe sanuan defektin me çrast të furnizimi me ujë të pishëm, u rikthye edhe për konsumatorët e Lakrishtës edhe të një pjese të lagjes Dardania, më konkretisht të rrugës Bill Clinton. Edhe po besoj që edhe pjesa tjetër do të kthehet. Mirë, ndërkohë kemi lexuar njoftime të mbi vazhdimin e aksionit të shkyqjeve ilegale dhe të dënimeve të atyre që nuk e paguajnë apo janë kyçur në mënyrë ilegale. Si po shkon operacioni ose aksioni? Aksioni po shkon mirë, inspektorët në të gjitha njësitë operative të ujësjellësit i kemi në terren, në Prishtinë, pra në gjithsej 7 komuna që menaxhohen nga ne. Janë në terren, po identifikojnë dhe zbulojnë lidhje ilegale në sistemin e rrjetit të ujësjellësit. Lidhje këto të cilat si lënd do të procedohen në gjykatat kompetente në prokurori, ndërkaq që sa i përket zonave ku më shumë të keq përdoret uji është në Prishtinë Hajvalia. Hajvalia është lagja që po prin më shumë të sa i përket kësaj çështje. Po e pam që brenda një jave 3 ta themi kështu raste të kyçjes ilegale i keni zbuluar edhe i keni larguar apo jo? Në vetëm në Hajvali. Po vetëm në Hajvali, edhe gjatë ditëve, edhe gjatë vikendit, inspektorët tanë janë në terren për të identifikuar dhe zbuluar lidhje ilegale. Më shumë të deri më tash ka pas në fshatin Llukar, në Veternik dhe në Hajvali. Po si qëndron situata në komunën e Drenasit? Po, sepse atje po marrim vazhdimisht ankesa nga qyteti dhe do me thonë kjo është duke vazhduar tash një kohë. Po në Drenas, ekipet e inspektorëve në të njëjtën kohë po zbulojnë lidhje ilegale në sistemin publik të ujësjellësit. Ka konsumatorë që ndoshta të gjitha lidhjet ilegale në shtëpinë e tyre. Po, kemi pak ndërprerje me lidhjen për këtë që në kyçur tash, pra jemi me zonjën Arjeta Mjeku, zëdhënëse e KRU Prishtinës, për gjithë qytetarët e Dardanisë dhe Lakrishtës që kanë pas dje probleme pas intervenimit të ekipeve të KRU Prishtinës, është sanuar, pra uji ishte në sheshin Bill Clinton në rrugën kryesore. E kemi përsëri Arjetën apo ende jo? Do ta kemi pas pak dhe do të vazhdojmë bashkëbisedimin për të marrë përgjigje pra edhe për problemin me ujë në komunën e Drenasit, për çka kemi marrë disa thirrje telefonike në të kaluarën. Po ashtu edhe kemi kuptuar që ka pasur edhe një aksion pra të kyçjeve ilegale në këtë komunë. Zonja Arjeta, ju kemi tani sërish? Kisha telefonat tjetër dhe po ndërprehet lidhja. Po. Ishim duke folë për Drenasin, ku keni hasur pra kyçje ilegale, aty unë ndërprejmë bashkëbisedimi. Po unë do e lexoj tash se çka dhe ku qëndron problemi në komunën e Drenasit. Po, faleminderit. Ne kemi njoftuar se furnizimi jo i rregullt me ujë gjatë periudhës së fundit është shkaktuar kryesisht nga niveli i ulët i ujit në kanalin e Ibër Lepencit, gjendje e cila po krijon probleme të vazhdueshme dhe kufizime ditore në sigurimin e sasive të nevojshme të ujit për konsumatorët tanë. Përveç kësaj, infrastruktura e sistemit të pompave, e cila aktualisht mirëmbahet nga ferronikeli, është në gjendje të rënduar teknike, duke ndikuar drejt për drejt në kapacitetet dhe sigurinë e furnizimit me ujë. Duke pa gjendjen emergjente të sistemit të pompimit, KRU Prishtina ka planifikuar që në fund të vitit 2026 të bëj rehabilitimin e njërës prej pompave kryesore. Aktualisht jemi në fazën e nënshkrimit të kontratës me operatorin ekonomik për realizimin e këtij projekti dhe pas përfundimit të rehabilitimit pritet rritje e konsiderueshme e kapaciteteve pompuese dhe përmirësim i ndjeshëm i furnizimit me ujë për konsumatorët e Drenasit. Gjithashtu, me marrëveshjen e re në proces të finalizimit, mirëmbajtja e sistemit të pompimit pritet të kalojë nga ferronikli te KRU Prishtina. Ky ndryshim do të mundsoj menaxhim më efikas,
reagim më të shpejt ndaj defekteve, planifikim më të mirë të investimeve dhe mirëmbajtje më cilësore të infrastrukturës, duke ndikuar drejt për drejt në rritjen e besueshmërisë dhe funksionalitetit të sistemit të pompimit. Ndërkohë janë realizuar investime të rëndësishme edhe në funksionalizimin e pompave në drenas, lokacioni Gjem Qorri te xhamia, të cilat tashmë furnizojnë me ujë lagjen Poklek i ri dhe Korroticën e epërme, duke përmirësuar ndjeshëm shërbimin në këto zona. KRU Prishtina mbetet e përkushtuar për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për stabilizimin e furnizimit me ujë të konsumatorëve të drenasit. Për çdo zhvillim të ri, qytetarët do të njoftohen përmes jush me kohë. Po, faleminderit shumë Arjeta, po besoj që qytetarët e Drenasit e morën përgjigjen për të cilën e kanë ngritur këtu te ne tash një kohë. Përfundisht me të pyet si është gjendja me kështu tek liçenet tona. Dim që ka pas rreshje të shumta të shiut, por po e shohim që jemi para një kohe ku do të ketë temperatura të nxehta, për shembull, e posh sot në mëngjes Danubi, lumi i madh evropian, ka arritur nivelet më të ulta që shënohen në 20-21 vitet fundit, pra është thatë totalisht. A ka rrezik të tillë të ndodhte ne në një të ardhme, edhe pse domethënë natyra është e paparashikueshme? Po normalisht se tashmë edhe ngroja globale, ndryshimet klimatike e bëjnë vetën, e dim që përpara kemi pas 3 muaj borë, dimër, 3 muaj verë, vjesht, gjithashtu e kemi ditë saktë se kur do të fillojnë dhe kur do të mbarojnë, tashmë nuk e dim. Mirë po e mirë është që liçenet akumuluese i kemi pothuajse në kapacitete maksimale, andaj furnizimi me ujë sigurohet deri në fund të vitit 2026, por ne duhet ta ruajmë këtë resurs të pasur, këto resurse ujore për periudhat e ardhshme, sepse për shkak të ndryshimeve klimatike edhe ne mund të vinë në ndonjë periudhë që nuk do të kemi rreshje të mjaftueshme, sepse shpesh herë nuk është shiu që i mbush këto liçene, shpesh herë është bora ajo e cila i mbush liçenet, sepse sasia e ujit është më e madhe. Andaj ta shpenzojmë racionalisht ujin, të mos lidhemi ilegalisht në sistemin publik të ujësjellësit, në mënyrë që t'i ruajmë si syt këto burime të ujit që i kemi në dispozicion. Kur jemi te kyçet ilegale, nëse ka pra njerëz të cilët kanë blerë pra shtëpi të reja dhe zbulojnë që ka një kyçe ilegale tek shtëpitë e tyre, a lejohet të lajmërohen pra në kompaninë rajonale të ujësjellësit që janë ballafaquar me një problem dhe të vinë ta shkyqin kompania pa pasur një dënim? Po, nëse janë shtëpi të reja dhe konsumatori e blen atë shtëpi dhe has në ndonjë lidhje ilegale, edhe pse raste të tilla nuk është që kemi pas, mund të jenë 2-3 raste, konsumatori është i obliguar që të vijë dhe ta raportoj, ta lajmëroj si rast në ujësjellësin e Prishtinës, në mënyrë që ne ta lidhim në mënyrë ilegale. Mirë po këto raste mund të jenë, ndoshta është një paragjykim, por mund të jenë që vetë janë të kyçur, ose i ka kyç më herët dikush dhe nuk dinë se si të shkyqen nga ky sistem, andaj që të largohen nga kjo përgjegjësi e kyçes ilegale në rrjetin e ujësjellësit, mund të lajmërojnë se kënë se dikush tjetër e ka kyç atë lidhje. Po e qartë, shumë po të mirë, po të kuptoj. Faleminderit shumë Arjeta për këto informata dhe shpresojmë që të kemi edhe jo sa më pak punë dhe qytetarët sa më shumë të kënaqur me furnizimin me ujë, nëse s'ka diçka Artina me pyet edhe s'keni ju diçka me shtu. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Ju faleminderit. Ishte pra me zonjën Arjeta Mjekuzëllën se KRU Prishtinë